Sonte për herë të parë do të kemi një të ftuar nga opozita e cila refuzon të vi në studiot që ajo i konsideron të majtë, ose që në shërbim të Edi Ramës. Por faktikisht kjo studio modeste nuk është as e Edi Ramës, as e majtë, as e djathtë. Kjo studio në gjiro me syqin, dhe kush do që të vi nga çdo krah, nga çdo religion, nga çdo pjesë e shoqërisë, është i hapur të foli si det dhe nuk censurohet njëri në këtë studio. Kështu që edhe një herë falenderoj të ftuarin e sonte, për sonte që hap rrugën ndoshta për të ardhur dhe të tjerë nga opozita dhe për të dhënë fjalën tyre dhe jo për të bërë politikën e dikujt. Faleminderit Ervin Saliani që ke ardhur. Faleminderit. Sinqerisht e respektoj këtë hap tuajin, jo për mua, po për të krijuar një kulturë të re në marrëdhëniet me publikun. Pra, kur je njëri publik, unë mendoj që duhet shkosh kudo që thirrësh për të bërë politikën që do ti ose agjendën që do ti. Unë mendoj që asnjëherë edhe në asnjë rast nuk në hapësirën publike, dhe sidomos politikanët nuk duhet të kenë jo frikë, jo ndroje, apo asnjë lloj shqetësimi nga kritika apo nga gjykimi i njerëzve që jo i njerëzve që merren me media si në rastin tuaj, por edhe i qytetarëve dhe i çdo po themi shtetasit të Republikës. Kështu që e kam menduar gjithmonë që çdo hapësirë, pavarësisht këndvështrimeve apo qëndrimeve të ndryshme apo kritikave të ashpra, nëse janë të tilla, më mirë të përballesh edhe ti diskutosh, sesa ti fshihesh dhe të bësh sikur nuk ekzistojnë. Nuk ka rëndësi arsyet që dikush qoftë në hapësirën publike apo qoftë edhe qytetar mund të jetë i kënaqur apo i pakënaqur me politikën. Hapësira publike kështu është. Edhe është mirë që ti nështrohet, po themi, në gjykimit të publikut edhe kritikës, dhe përballja në çdo rast është vetëm në avantazh, po themi, të atij që përballet, nëse nuk ka gjë për të fshehur.